Përshëndetje. Kur flitet për inteligjencën seksuale, shumë njerëz mendojnë menjëherë, po, ai tipi që ka eksperiencë apo ajo që duket se ka gjithmonë situatën nën kontroll në shtrat. Është gabim. Inteligjenca seksuale nuk është vetëm aftësi fizike. Nuk është edhe numri i sukseseve që ke patur në jetë. Inteligjenca seksuale është aftësi për të kuptuar, menaxhuar dhe përdorur seksualitetin në mënyrë të shëndetshme tek vetja dhe tek tjetri. Pra, nuk është konkurs bukurie, nuk është garë atletike, është një lloj inteligjence emocionale, por e fokusuar tek dëshira, intimiteti dhe kënaqësia. Po pse është kaq e rëndësishme? Marrëdhënia nuk varet vetëm nga fiziku. Nuk mjafton të dish disa lëvizje apo disa truke që i lexon në internet. Nëse nuk di të lexosh emocionet, kufit dhe dëshirat e partnerit po ecin me sy mbyllur. Dhe në fund, nuk është çudi që marrëdhënia të shkojë drejt një katastrofe të lehtë apo një grindje absurde, për kush nuk fshihet më mirë në dak. Inteligjenca seksuale zgjidh probleme që nuk i shen në librat e udhëzimeve për marrëdhënie seksuale. Ajo të mban larg keq kuptimeve, frikës nga dështimet, faji pa nevojshëm, lidhjet e pashëndetshme, elementët e inteligjencës seksuale. Psikologët e ndajnë inteligjencën seksuale në disa shtylla kryesore. Le t'i shohim dhe me pak humor, sepse po flasim për seksin e ndonjëherë kemi nevojë edhe të qeshim pak, jo të rrim serioz. E para, ndërgjegjësimi mbi vetveten. Ti duhet të dish se çfarë të pëlqen, çfarë të shqetëson dhe çfarë nuk do të tolerosh. Nëse mendon se do të provosh çdo gjë vetëm sepse partneri kërkon këtë, po rrezikon të digjesh emocionalisht. Nëse nuk njeh veten, nuk e njeh as seksualitetin tënd. Nuk ka teori të sofistikuar. Është si të vraposh me sy mbyllur dhe të presësh që të mos rrëzohesh. Pra, ndërgjegjësimi mbi vetveten nuk është egocentrizëm. Është parakusht për të mos bërë katastrofa që do t'i kujtosh për vite. E dyta, ndërgjegjësimi mbi partnerin. Leximi i partnerit nuk do të thotë të jesh psikolog 24 orë, syçelet. Do të thotë të kuptosh emocionet, kufijtë dhe dëshirat e tjetrit. Apo ndjen kënaqësi, apo po përpiqet vetëm të mos më ofendoj? A është në gjendje të flas hapur, apo fshihet pas frazës, po gjithçka mirë është, mirë. Nëse nuk di të lexosh këto, do të jesh ai që mendon ne kemi bërë gjithçka, pse nuk po funksionon? Dhe përgjigjja është thjesht, nuk e kupton personin tjetër. E treta, menaxhimi i emocioneve. Këtu vjen pjesa interesante. Ankthi, turpi dhe frika nga dështimi janë shokët e padëshiruar të seksit. Njeriu i ditur emocionalisht shpesh mendon se duhet të performoj. Njeriu i ndërgjegjshëm e di se të jesh aty i pranishëm dhe i sinqert shpesh është më efektiv se çdo truk magjik. Pra, inteligjenca seksuale është edhe aftësi për të qetësuar trurin kur ky fillon të shpik katastrofa të panevojshme. E katërta, komunikimi seksual. Ky është momenti që shumë njerëz e shpërfillin. Nuk mjafton të ndihesh mirë. Duhet ta shprehësh qartë atë që do dhe atë që nuk do. Më pëlqen kur është më produktive se sa të presësh që partneri të kuptojë mendjen tënde me telepati. Të shprehësh kufijt nuk është egoizëm. Është respekt për veten dhe për tjetrin. Nëse nuk komunikon, marrëdhënia bëhet një lojë supozimesh dhe shumica e supozimeve janë gabim. E pesta, reflektimi dhe rritja. Inteligjenca seksuale nuk është e fiksuar, ajo rritet. Njeriu reflekton çfarë funksionoi, çfarë nuk funksionoi, çfarë mund të ndryshoj. Nuk është turp të thuash, më duhet të punoj mbi këtë ose mbi atë. Nuk është dështim, është pjesë e zhvillimit personal. Marrëdhëniet e mira, seksualiteti i shëndetshëm dhe kënaqësia nuk ndodhin rastësisht, ato krijohen. Pa humor nuk mund të flasim për seks. Shumë njerëz e marrin shumë seriozisht dhe përfundojnë duke bërë gabime dhe të qeshura. Mendon se duhet të bësh atë që shikon në filmat erotik. Mendon se nuk je normal
sepse nuk funksionoj si të tjerët. Dhe aty është pika që duhet vi dhe humori. Të qeshësh me veten është pjesë e inteligjencës seksuale. Nëse nuk mund të qeshësh me gabimet e tua, do të përsërisësh të njëjtat gabime dhe partneri yt gjithashtu. Por duhet të themi se është e terapia si superfuqi. Këtu vjen pjesa serioze. Psikologjia mund të bëjë më inteligjent seksualisht. Terapia të ndihmon të kuptosh pse ndjen frikë ose faj. Terapia të ndihmon të lexosh emocionet e partnerit. Terapia të ndihmon të reflektosh mbi eksperiencat e kaluara dhe të ndërtosh marrëdhënie të shëndetshme. Dhe kjo mund të përkthehet në më shumë kënaqësi në shtrat. Jo sepse terapia të mëson ato truket, por sepse truri dhe emocioni janë të qetë dhe të pranishëm. Ja të jap një dy shembuj. Ti mendon se di gjithçka, por kur partneri nuk flet, mendon. Pse nuk po më kupton mua? Në terapi kupton se partneri nuk është telepatik. Dhe ajo që mendon se është problem, nuk është problem. Ti mendon se duhet të performosh tamam si aktorët e një filmi pornografik. Në terapi e kupton se performanca nuk është kjo, por është prania që duhet të bësh. Në terapi i mëson të gjitha këto që duhet të bësh. Dhe kjo ndodh kur shumica e njerëzve e kuptojnë pas 10 viteve me vonesë, por në terapi e kuptojnë minimalisht pas 10 seancave. Edhe si përmbledhje të ardhur të thosha se inteligjenca seksuale nuk është luks. Ajo është aftësi më e vlefshme në marrëdhënie. Të dish të njohësh veten, të dish partnerin, të menaxhosh emocionet, të komunikosh, të reflektosh, e gjitha kjo nuk është romantike bukur apo truk magjik. Është aftësi që të shpëton nga gabimet, frustrimet dhe grindjet pa kuptim. Dhe një surprizë. Sa më shumë punon mbi inteligjencën seksuale, aq më shumë kënaqësi merr. Pa pasur nevojë për hilet ose për të parë orë të gjata filma erotik. E në fund, do të thosha për pak moral, nëse nuk ke inteligjencë seksuale, do të jesh ai që haron se çfarë do. I humbet gjurmët e kufive dhe përfundon duke bërë gjëra që më vonë do të turpërohesh. Nëse ke inteligjencë seksuale, mund të qeshësh me gabimet e tua, të kuptosh partnerin dhe të shijosh marrëdhënien. Kjo është edhe një gjë e mirë. Nuk ke pse të marrësh gjithçka seriozisht për të pasur sukses. Pra dhe njëherë inteligjenca seksuale nuk është talent, nuk është bukuri. Është aftësi që mund të mësohet, praktikohet dhe zhvillohet. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendje. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshim.